Ne po mbajmë shpresë që do të propozohet një kandidat unifikues ose kandidate, pra edhe pse nuk është përgjegjësia jona si një nga partitë parlamentare edhe më e vogla, prapë kemi dhënë një opcion për me dalë nga kjo gjendje, pra do të japim votën për kandidatë të vetë vendosjes që është unifikues. Kem përmend dy zonjat Bugujev që në shëlimin, po do të mujtë me votu dhe zotin Konjufça, pra ish kryetarin, nëse propozohet. Kem marrë një qëndrim rreth kësaj, nuk kem diskutuar rreth kësaj. Po a do ta votorit nëse do të jetë s'muj me dhënë një mendim të qartë. Po nuk muj me dhënë mendim se s'kem diskutuar në aleancë, pra kemi ato situatat që të rrugtimit i tash ndarash edhe në obligim shjemi, po nuk mund t'jap një përgjigje ashtu saktë. Mendoj që është një zhvillim i mirë dhe pse jo, shumë mirë. Ju uroj sukses. Në grup ende se kemi diskutuar kandidaturën e Limës, tash do ta votoj gjyma jo. E kështu mundësia me votu në kush Limën nga opozita, nuk ka çudi. Personalisht jo, a kishit votu? S'kam ende qëndrim. Deputeti Adem Hoxha respekton pra ligjet e Kosovës, parlamentin e Kosovës. Kam vajtë nderim në heshtje për figurat kombëtare, për ngjarjet kombëtare, ka dhënë betimin pas ligjit, për këtë pjesë që s'muj më thonë më shumë, e di që është një mobilizim i madh i Kurtit, i alatëve të shqiptarëve në Maqedoni, që po kanë kohë, ata i kanë kërry punët atje, po duket mirë, po kanë kohë edhe me udhëtu, me ardhe këto për me e josh Adem Hoxhën, pikërisht që po një sqarime për të, pastaj edhe Duden, edhe Vetonin,